Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë vëllezër me ligjëratën e 14 në sirën ose jashtrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke folur për rinin e tij alayhi salatu wassalam dhe kemi arritur ajo periudha ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në kujdesin e axhës së tij Abu Talibit. Në moshën 9 ose 10 ose 12, varësisht transmetimet që kanë ardhur, parasysh se ka divergjencë tek ulemat e sirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me axhën e tij niset për në Sham për tregti. Thuhet se ka qenë kërkesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejtuar axhës së tij, po dhe thuhet se ka qenë insistimi i axhës së tij Abu Talibit që ta merr me vete për arsye se përmendëm ne pejgamberin alayhi salatu wasallam e ka dashur shumë. Andaj është mundu ta ketë afër vetes. Edhe nëse është nis për njëna për udhëtimeve që ka qenë udhëtimi i verës për tregti drejt Shamit, e ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bashk në atë karavanin përveç Abu Talibit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe disa Mekas. Kur afron tek një vend, një katund që është në juglindje të Damaskut, ose më saktë në kufi aty mes Sirisë dhe Jordanit të sotshëm, që quhet Busra, aty takohen ose me njërin prej murgëve që ka pas emrin Bahira. Kje ka pas një vend falje aty, afër rrugës, po çdo që ka kalu Kurajshitët nuk është se, domethënë nuk ka kushtu vëmendje aty. Kje ka pas domethënë çështjen e vet, punën e vet, ato punën e vet. Mi po këtu këtë radhë, kur i takon këtë karavanin e Kurajshitëve, nuk është mos i tjera herë. Tash po i kushton vëmendje, po shkon bile niset drejt karavanit pasi që zbarkojnë aty, niset drejt karavanit edhe shkon e synon njënin prej pjesëmarrësve, pjesëtarëve të karavanit e që ishte pejgamberi alayhi salatu wasallam. Shkon e ka për dorë edhe thot një fjalë, thot hadha sayyidul alamin, hadha rasulu rabbil alamin. Thot kjo është zotëriu i botrave. Kjo është i dërguari i Zotit të botrave. Thot kjo është i dërguar nga Allahu si rahmet për botrat. Ato Kurajshitët çuditën thot pika këto fjalë. Pika ki qëndrim. Thot pastaj Bahira thot në momentin që keni kalu, thot e kam pa gurin dhe drujt duke ju përkul këtij. E ata i përkulen për krijesa vetëm se pejgamberëve. Dhe e njoh këta nëse ja shoh një vul që ka në shpinë që i ngjan mollës. Që ka vula e pejgamberëve. Vula e pejgamberëve ka ardhur edhe në për hadithin Buhari dhe në Muslim, ka thonë ke zirril hajale. Në më thonë sikur sa ajo veza e zokut. E ka pas në shpinë pejgamberi alayhi salatu wasallam mes shpatullave një mish që ka qenë pak i ngritur, që ka qenë me kime, e mbulume dhe ka qenë në formën e vezës së zokut, dhe e është quajtur kjo si vula e pejgamberisë. E kjo ka qenë që e kanë trashëguar, domethënë dietar më parë. E për tyre edhe që ki Bahira. Bahira vëllezër ka qenë murg, e përmendëm, domethënë mi po dietar që e ka njoft mirë librat qiellor e mëparshëm, po edhe ka pas dije domethënë që e kanë trashëguar brez pas brezi. Se për pejgamberin alayhi salatu wasalam domethënë ka qenë një periudhë që më vetëm se e ka prit. Dhe ka ditë që tek arabët është afru koha për me dalë një pejgamber. Andaj edhe kur e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkon. Mi po tash, pasi që i tha ato fjalë, shkon edhe përgatit ushqim dhe i thret në gosti Kurajshitët. Vin Kurajshitët mi po çuditshëm edhe njëri prej tyre bile i ka thonë to Bahira thot, ne shpesh kena kalu këtu. Kur ti si ke bën këta? Çka të gjet me ti? Çka është puna jote për sot? To thjesht jeni musafirtemi, duam ju bë ikram juve edhe kështu. Ato han, mi po kinë vëzhgim, dhe më thonë të një personit. Tash i thret ato, mi po këtë vinë, veç njëni nuk vjen. Prej karavanit. E kanë lanë njëni të druni ati në hinë e pejmës, për mu kujdes për devet edhe për ato tesha që e kanë pas me veti. Ama në realitet që e kanë lanë është arsye pse ki ka thirë në gosti. Sepse ka qenë aty pejgamberi alayhi salatu wasallam, mi po për arsye të moshës, dhe më thonë e kanë lanë mu kujdes për devet. Jo thotë Salmani edhe ata. Vjen pejgamberi alayhi salatu wasallam bashkë me Kurajshitët, hanë ushqim mi po kinë në vazhgim të vazhdueshëm. Mi po nuk mundet me e marr atë që e dëshiron.
edhe shkon e pret tash që të përfundojnë ushqimin edhe të shpërndahen. Do dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam me dal ki anal. Bahira anal dhe I thot ja gulam as'aluka bi haqqi Lati wal Uzza. Ka thonë o djalosh po të kërkoj, po të bëj bej në Latin edhe Uzzën, që çdo gjë që kam me të vetë unë ti të më përgjigjesh. Pse I ka bë bej në Latin edhe Uzzën? Sepse se tash Bahira I në të fol për një alim, bile thuhet që ka qenë për bekaja, për atyre që kanë që kanë thirrën tauhid. Fen Ibrahimit alayhis salam. Andaj ka thira I për më adhuru Allah dhe mu largu shirku. E tash pse po bën bej në Latin edhe Uzza? Por si I ka dëgju këta bashkëtarët e pejgamberit alayhis salam duke u betuar në Latin edhe Uzza. E tash po do me I provu ato, provu pejgamberin alayhis salam është sikur sa ato. Mi po pejgamberi alayhis salam thot mos më kërko me to, sepse pasha Allah thot nuk kam diçka që I urrej më shumë se sa këto dy. Latin edhe Uzza. Thot atëherë po të kërkoj për Allah, po të bëj bejnë Allah azza wa jalla që çdo pyetje që kam të parashtuar të më japësh përgjigje. Thot pejgamberi alayhis salam selni amma badalak. Thot pyet çka ki nevojë. Dhe fillon pyetjet Bahira për ditëshmërinë e pejgamberit alayhis salam. Ushqimin e tij, gjumin e tij, ecjen e tij, qëndrimin e tij kështu me radhë. Ndërsa e merr atë që dëshiron dhe ketë ato që ja përmend pejgamberi alayhis salam I vetëm se I vërtetohen për arsye se e ka pas, domethënë të përshkruar që ashtu nëpër librat ose dijen që e ka pas. E ka trashëguar. Pastaj kur e kupton këta, Bahira shkon te Ebu Talib dhe I thot: "Ma hadha al-gulamu mink?" Thot: "Çka ki këtë djaloshin?" Thot: "Djali jam, bir jam." Jo ka thon: "Wa ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abuhu hayyan." Thot: "Nuk është ki djali jot. Dhe ki nuk duhet me pas babën gjallë." Çuditët e Ebu Talibi thot: "Po, kjo është djali I vllaut tëm, po ti pika këta." Jo ka thon: "Kallzoma ku e ka babën?" Baba I ka ndru jetë kur ka qenë nana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në zonë, do të thonë gruaja e tij, Aminia. Ka thonë sadaktë, të vërtetën e ka thonë. Po ka thonë tash merre këta dhe ktheje për në Mekë. Sepse atë ku I tunisti, me po ata krishterët. Disa versione thotë jehudit. Dhe me kuptu çat që kam kuptu unë dhe me njoh çat që kam njoh unë, thotë kanë mi bashkë rrethina. Dhe I thot pastaj, thot fa innahu ka'inun libni akhika hadha sha'nun 'azim. Thot pashallah të ki djali vllaut tan ka me kon njëri shumë I madh. Dhe çështja e tij ka me kon çështje shumë e madhe. Dhe pastaj insiston sepse Abu Talibi nuk pranon fillimisht, mirë pastaj insiston edhe Abu Talibi e kthen. E kthen për në Mekë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mes tjera këto, duke qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam tek Bahira, vinë 7 persona për ehlu kitabit prej Shamit. Se dhe këta kanë kuptu se është koha për me dalë një pejgamber, që pejgamberi që e kena prit dhe I na paralajmëruar paraprakisht. Shkojnë te Bahira dhe e shohin pejgamberin alayhis salatu wasallam. Se një herë në fillim I thonë o Bahira thot këne ka ti kena marrë vesh se atu ka përci njëri që shpresojnë ka me konë është pejgamberi që ka ardhur. Sepse është shikim muj që duhet me dalë. Edhe e shohin pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dojmë I bë keq. Mi po Bahira ka qenë pi ulemave që kanë I respektuar të ata, andaj fillon me I këshillu për Allahun dhe I thot mes tjerash, thot kallzoni ju, nëse Allahu do me ndodh diçka, a muni ju me ndalu? Ato thonë se në ndalojnë. Atëherë thot Allahu ka dashur me kon pejgamber dhe kemë vazhdu, s'muni ju me kon pengesë e tij. Dhe ato pas aty që për këtu për Allahun e lan, nuk e ngutsin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është tregimi vëllazër që ka diskutim, domethënë është çështje diskutimit të ulemat sa I përket saktësisë së këtij tregimi. Domethënë qoftë në zinxhir, po edhe në përmbajtjen, edhe pse në pjesë e madhe ulemave, domethënë Pejtori ibn Haxheri, po edhe Imam Dhahabi dhe të tjerë e kanë vlerësuar këtë hadith sikur këtë tregim sikur se të saktë. Disa detaje të tregimit të përshkrimit, domethënë ka hapësirë për diskutim. Mi po domethënë tregimi si tregim dhe përmbajtja është diçka që është vërtetuar. Ja vlen këtu më përmend diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazër tek Bahira nuk ka ndëgju diçka petina, pas nuk ka lexuar diçka. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka ditë shkrim lexim. S'ka mujt me lexuar doni Injil, doni
klive që ka pas Behira, pas ka mujtë me ndëgju për arsye të moshës edhe të kohës shkurt diçka për Behiras. Pse po e përmeni këtë? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam pasaj kur vjen tek Mekasit dhe fillon thirrjen për të Allahu azza wa jall, asnjëri prej Mekasve nuk e akuzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë që ti na kujtohet ku na ka më njërin prej udhëtimeve tregtisë se ti e taku me Behirën, garante ke marrë këtë për Behirës. Nuk ja përmendi këtë për me, që nuk kupton kjo se akon ose domethënë për arsye të moshës akon shumë i ri, po edhe për arsye të kohës të shkurtë, edhe për arsye se ato vazhdimisht kanë qenë me pejgamberin alayhi salatu wasallam vetëm një periudhë të shkurtë. Tash ti përmendi disa mësime që i nxjerrin nga kjo pjesë e sirrës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. E para prej mësimeve është dashurinë që ka pas, domethënë Abu Talibi për pejgamberin alayhi salatu wasallam. E dyta është gjërat e jashtëzakonshme që mrekullitë që i kanë ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam, se për arsye se ne ka disa detaje që si kemi përmend këtij tregimi të mesirash, është njëra prej detajeve që pejgamberin alayhi salatu wasallam Behira ka pa që mbi kokën e tij ka bë rre, domethënë një rre ka bë hije. E që kjo rreja që kudo që ka shku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bë hije, ose fakti që domethënë drunin edhe gurin i janë porul pejgamberit alayhi salatu wasallam, kjo tregon që janë prej shenjave ose prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para pejgamberllokut. E treta vëllezër për dobive është që me dëshminë e Behirës vërtetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber, apo ose do të bëhet pejgamber. E Allah azza wa jall për Behirën dhe të ngjashëm ka thonën alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Atyre që kemi dhënë librin e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur se i njohin evlat e tyre. Vllazni, ju që keni evlat, me sa detaje të njeh evladin tanë. Shumë mirë njeh. Dhe më thonë dikush diçka për evladin tanë, ti s'e pranon nëse s'është ashtu, sepse të njeh mirë, dhe mund edhe i thua ti çish mundesh të më njoh më mirë son. Apo fola që ç'do të më kon, se ka disa prindë domethënë që janë neglizhent, po folna por ajo zakonshme dush më njoft. Thot Allah azza wa jalla e njohin më mirë ose sikur se e njohin evlat e tyre. Domethënë ka njoh shumë mirë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Andaj kur një fort dyshimi s'ka pas Behira se ç'ki fëmijë ka më kon pejgamber. Vesh me përshkrime që i kanë dëgjuar, nuk është diçka se ka pa në film ose ka pa diçka. Jo, vesh me dëgjuar, po çfarë shumë përshkrime mirë ka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me detaje e ka njoft. E katërta vëllazër është se ndalohet, ka qenë ndaluar, domethënë po edhe pas ka ardhur edhe një herë ajo vërtetimi i kësaj ndalese se ndalohet më bëj në dikant tjetër pas Allah subhanahu wa taala, se kjo vepër është shirk. Betimin në dikant tjetër pas Allah subhanahu wa taala, sikur se vërtetu tek rasti betimit në Latin edhe Uzza, dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në atë shmërinë e pastër. Në vazhdim vëllazër do të flasim për një pjesë tjetër të sirrës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka të bëjë me atë kujdesin hyjnor, që Allahu subhanahu wa taala është kujdes që pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam mos përlihet me veprat që kanë qenë që janë të ndaluara ose me ndytësirat e xahilietit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, sikur se kemi përmendur në ligjëratat paraproke, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është dërguar tek një popull që kanë qenë zgjitur thellë në veprat, domethënë që janë kanë prej më të shumtuara. Duke filluar prej shirkut, domethënë është adhuru dikush tjetër pas Allahut, është prej kurban për dikant tjetër pas Allahut, i është besu sihirbazëve dhe fallxhorëve, ka qenë për shpërndar me shumë kërkimi i fatit me nëpërmjet domethënë shigjetave, ose është ka qenë shumë e përhapur domethënë bigjozi, kamata, pirja e alkoolit, padrejësia kështu më radh. Po Allah azza wa jalla ka dashur që pejgamberin alayhi salatu wasalam me mbrojt dhe mos më polim asnjën prej tyre. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rit në shtëpinë e Abu Talibit, po ka qenë në kujdesin e Allahut azza wa jalla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm se s'është përli, po edhe ka ana tjetër është stolis vazhdimisht me virtyte të cilat domethënë kanë qenë të larta. Andaj ka qenë njeriu më i drejtë, njeriu më i ndershëm, më bujari, më fisniku, më besniku alayhi salatu wasalam, derisa më ka marrë edhe emërtimin el-Amin, i besueshëm apo besnik. Për këtë inshallah për këtë emërtim do të flasim ligjëratën e radhës për arsye se lidhet një tregim interesant që ka të bëjë me rindërtimin e çapës. Mirë kam përshtypjen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë më i dalluri për nga sjellja dhe morale, po dhe ka qenë larg veseve të këqija. E tham Allahu subhanahu wa taala është rujt që pejgamberi alayhi salatu wasallam mos mu përli, mirë po donjëherë ka shku mendja me bë diçka. Pejgamberi alayhi salatu wasallam për vepra që nuk janë të mira, që i kanë bërë mocanikët e tij. Është transmetuar me një hadith, në hadithi sipas Ibn Hajarit është hasan, sa sipas Imam Dhahabi dhe Hakimit është sahih.
Edhe pse Sheh Albani këtë hadith që ta përmendë ka vlerësuar si dop, mirë po na mjafton neve domethënë vlerësimi i Imam Dhahibit edhe Ibn Haxherit, nuk tash kur them Sheh Albani ka vlerësuar si dop, nuk domethënë se ki ka ardhur tash këtë zaman me thonë se është e dop. Jo, e ka paraprit edhe Ibn Kathiri. Dhe Ibn Kathiri ka thonë se hadithi është i dop. Mirë po ka shumë pi ulemave, mes tyre Imam Hakim, po edhe Imam Dhahabi dhe Ibn Haxheri që kanë vlerësuar si saktë ose si hasan. E cili është hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlu al-jahiliyyati ya'malunahu ghayra marratayn. Thot nuk më ka shku me bë diçka, nga ajo që kanë bën njerëzit e jahilietit, vetë se 2 herë. Dhe të dy rastet më ka pengu Allah me bë. Hera e parë kur është, vazhdon ky tregim, është atëherë kur pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam është kanë duke i rujt delet me bashkë me një shok të tij. Edhe i ka thonën, a ka mundësi gjatë kësaj natës ti më kujdes për delet e mia, por arsye se du me shku në Mekë me pa çka po bajnë të rit ose mosanik ton. Thot e fal, thot ka me bë. Niset pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam gjatë natës dhe kur arrinte, çështë tregon edhe vet këtu në këtë hadith, kur arrinte në shtëpia e parë në Mekë, dëgjon një fest. Interesohet për festën, thotë është das me filanit me filanën. Dhe kur afrohet te shtëpia me dëgju dhe me pa çka të bëta, e dëgjumi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa e zgjon në sabat, domethënë nxehtësia e diellit. Dhe pastaj kthehet prapë te shoku i vet dhe ja tregon tregimin. Kjo hera parë. E dyta, natën e radhës, natën e dytë. Thot prap kam shku, insiston me shku, mi po prap e njëjta gjë ndodh. Shkon afrohet e zgjumin dhe çohet pastaj me diellin e sabat. Dhe mo thot pas kësaj na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot thumma ma hamamtu ba'dahu bisu. Dhe më pas nuk më ka shku menja më me vokëç. Kjo është një rast se si Allah subhanahu wa taala kujdes dhe ka mbrojtur pejgamberin alaihi wasallam nga veprat e këqija. Rasti tjetër ose pejgamberi alaihi salatu wasallam e ka kundërshtuar në popullin e tij, domthonë që kanë qenë në xahilet, në çështjet rituale të haxhit, diçka që ata e kanë kundërshtuar atë që ka që është transmetuar pe rituale ose pe atyre të Ibrahimit alayhis salam. Domthonë çka ka qenë prej fesë e Ibrahimit alayhis salam. Kurishit të vëllezër janë quajt, e kanë pas një emër ndryshe, është quajt el-Hums. Kurishitët, për arsye se kanë qenë kujdestar të Çabës dhe kanë qenë, domthonë, familje dallum, fesi dallum, e kanë pas edhe një emërtim tjetër, janë quajt edhe el-Hums. Çka kanë qenë kjo Hums? Çka kuptimi kjo është? Do thonë neve Allah na ka begatuar me kanë banor të haremit, të vendit të shenjtë, Çabës edhe për rreth Çabës, domthonë brenda kufive të haremit. Tash përderisa Allah na ka begatuar me çka se ina banor të haremit, nuk bën ne më madhru diçka që është jashtë haremit, jashtë kufive të haremit, më shumë se sa madhrojmë atë që është brenda kufive të haremit. Pse po përmeni këtë? Në kohën e haxhit, njerëzit arabë të tjerë janë dalë në kohën e Arafatit, ditën e Arafatit janë dalë dhe kanë qëndruar në Arafat. Përveç kureshitët dhe ata të cilët kanë qenë sikur se ato janë dalë Muzdelife. Sepse Muzdelife është brenda kufive të haremit, ndërsa Arafati është jashtë kufive të haremit. Edhe ka thonë ju nalën në Arafat, a më ne pse na dallum, nuk bën me madhru diçka jashtë haremit më shumë se sa atë që është në pjesë brenda haremit dhe kina menet në Muzdelife. Apo pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe pse ka qenë kurishit, nuk është nal me fisin e vet, më rrena haremi, po është nal aty ku duhet më nal, që ka qenë Arafat dhe kjo pasaj është edhe vërtetu. Allah azza wa jalla ka përmendur në Kur'an dhe ka mbet pjesë e fesë dhe Allah subhanahu wa taala ka refuzuar domethënë pastaj këtë shpikjen e kurishitëve. Dhe ka thonë në një ajet thumma afidu min haythu afada an-nas. Dhe pastaj dilni ju pi Arafatit sikurse dalin njerëz të tjerë. Do të mos veproni sikurse kanë vepruar kurishitët. Ka Buhari dhe Muslim nga Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu. Thotë më hupin ideve dhe thotë shkova e kërkova në Arafat. Kohën e haxhit. Thotë kur shkova në Arafat, thotë e pash Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Arafat, duke qëndruar. Edhe thash, wallahi inna hadha la min al-Hums. Fa ma sha'nuhu hauna? Thotë pashallah, po kjo është pi Humsit, thotë çka lipi këto? Do thotë kjo është pi kureshitëve dhe këto tash do të menet në Muzdelife, jo në Arafat. Se këto janë më dalluar, do të më konë brenda haremit, jo më dal jashtë haremit, jashtë kufive. Mi për kjo tregon që pejgamberi alayhis salam ka net, që aty ku ka dash me net.
jo ku ja ka imponu dikush, edhe nëse është shpytje për familjen e tij. Rast tjetër që del në shesh se si Allah subhanahu wa taala ka rujt pejgamberin alayhis salam edhe para se më u bë pejgamber, është edhe fakti që kur kanë bërë tavaf arabët e kanë pas traditë që me shku pastaj pas tavafit me përshëndet ato dy idhuj që kanë qenë Isafi dhe Naile. Kemi përmend këtë apo? Isafi dhe Naile kena përmend që ato mashkull dhe femër që kanë bërë imoralitet në çave, edhe Allah pastaj ka shndërruar në gur. Kanë shku i kanë prek këto, pejgamberi alayhis salam nuk ka vepruar kështu. Bile dhe i kanë ndalu, edhe i kanë ndalu të tjerët me vepru kështu. Pra Allah subhanahu wa taala e ka rujt pejgamberin alayhis salam. Tregim ose rast tjetër që tregon se si Allah e ka rujt pejgamberin alayhis salam është kur në zbulimin e avretit. Arabët nuk e kanë pas shumë problem me zbulu avretin. Apo i kena përmendur që kanë bërë tavaf, domethënë zhveshur. Nuk kena të fol për kurishit, apo na të fol ato të cilët kanë qenë jo kurishit, që kanë ardhur jashtë Mekës. Nëse s'kan gjetë dikën prej kurishëve, burr ose mashkull ose femër që i ka dhënë doni ihram ose doni veshje të këtyve banorëve të haremit, ato zhveshur u ka dashur me botava. Sebeb që kanë ardhur me tesha të cilët kanë bërë gjunoh ato. E këto nuk bën tash me botava. Nuk e kanë pas shumë problem. Edhe është një rast që është në Buhari, domethënë kur tregon Xhabir ibn Abdullah thotë kur është rindërtu Qabe dhe për këtë rindërtim me Qabe do të flasim inshallah ligjëratën e radhës, thotë Abbas radhiyallahu anhu bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam bartin gur. Me po tash gurët e Mekës, nxehtësinë e Mekës që kanë nxehtë dhe domethënë e kanë prekur kurrën ka xhek. Edhe Abbas radhiyallahu anhu i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë merr izarin që ki këtë pjesën e poshtme të rrobave, thotë edhe vnoje të supët tuja që me vnu gurë mos me xhek. Edhe tu dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë kështu, e tash nëse e bën zbulohet avreti. Në momentin që është zbuluar avreti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka rrot fikt. Kur është zgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë izari, më një herë llafët e para që ka thonë kosh izari jam, kjo pjesa e poshtme të teshave. Edhe ka shtrëngu pastaj fort dhe thotë nuk është pa mo avreti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas këtij rasti, sepse Allah subhanahu wa taala e ka mbrojtur. Këto ishin disa tregime vëllezër që tregojnë, ka edhe tjera, po mjafton apo kaq që tregojnë se si Allah subhanahu wa taala është kujdes për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mos mu lidhe me disa gjëra të cilat janë pahishme. Mos flasim për gjëra të cilat janë ndaluar ose shirk. E këtu ka disa urtësi. Pse Allah azza wa jalla ka rujt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Njëra prej urtësive është se e ka paraprgatitur për një çështje shumë të madhe. Ka paraprgatitur për një çështje shumë të madhe. Dhe se është më rëndësi, domethënë për edukatorin, që atë që e kanë në përgjithësi, domethënë të mundohet të harun ata edhe për gjëra të vogla që ndoshta njerëzit i neglizhojnë ose në vlerësojnë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tash ne ndoshta nuk e kishim pa shumë të madhe një herë. Apo një herë në të shkojë këshire që ishë bëhen darsme, ose në jo, Allah azza wa jalla asnjëherë nuk e ka lënë. Pejgamberi sa më ndëgju diçka që nuk bën me ndëgju se me pa diçka që nuk bën. Andaj mos vepro kështu me fëmijën tënd, do të thosh se vesh një herë në të shkojë dikon ku s'do të më shku. Ose hajt vesh një herë në të ndëgjojë diçka, sepse ndoshta pastaj mund të më familiarizu me atë vepër që është ndaluar. E dyta është se çfarë gjurmë le edukata e familjes. Po pejgamberi sa më shkon në kujdesin e Allahut azza wa jalla gjithsesi. Mi po shtrihet me një familje që kanë qenë si sebeb që ai pastaj më marr disa edukata, disa veti të mira. Domethënë kjo është që tregon rëndësinë që ka, domethënë edukata familjare. E treta, nga kjo pjesë e sirrës në kuptojnë del shesh që sa e keqja është te Allahu subhanahu wa taala mu betu, domethënë te dikush, domethënë mu zhvesh avretin njeriu. Andaj nuk ka leju edhe pse ka qenë fëmijë pejgamberi ose i ri. Pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka lënë Allahu azza wa jalla që ai mu zbulu avretin e tij, edhe kjo pastaj është vërtetuar edhe në Islam. Përveç në disa raste mjekimi ose diçka të ngjashme, që lejohet mu zbulu avretin. Ndryshe nuk bën. E katërta vëllazër është diçka që lidhet me të parët, është se Allah subhanahu wa taala ka rujt pejgamberin alayhis salam mos mu poli nga ndërcirat e xahilietit, por arsye se ka para përgatitur për diçka shumë të madhe. Alayhi salatu wassalam. Na ka mbetë edhe një pjesë vëllazër për këtë ligjërat të dhe me këtë përfundohet të sirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash tham, pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk është përzime vepra të cilat nuk është dash, nuk ka qenë e hijshme, nuk ka qenë ndaluar, nuk është përzime me popullin e tij, me zakonet e popullit të tij. Mi po s'do të thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri i izoluar, që kurrë një far kontakti s'ka pas me shoqërinë ku ka jetuar. Jo.
Kur është dash me net, ka net pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përzi me shoqërinë e vet dhe i ka dalë edhe në tim. Sikur se janë disa raste, një pjesë të rasteve do ta tregojmë inshallah ligjëratën tjetër, por sot do të përmendim veç njërin, që ka të bëjë me Harbul Fijar, lufta e Fijarit. Pse është quajtur kjo luftë kështu? Për arsye se ka ndodhur në muajt e shenjtë. Në muajt e shenjtë. Dhe për arsye se ka ndodhur në muajt e shenjtë, domethënë është shkel kjo shenjtëri e muajve, domethënë është quajtur Harbul Fijar, domethënë shkeljes së shenjtërive. Muajt e shenjtë janë Lazar, Muharram, Rajab, pastaj e parafundit dhe e fundit, Dhulqa'da dhe Dhulhijja. E kjo luftë domethënë është nisme njëna prej muajve të shenjtë. Andaj është edhe quajtur Harbul Fijar. Qysh? Pejgamberi alayhis salam moshën 14 ose thot 15 ose thot 19 vjet. 19-20. Tash këto versione që kanë përmendur ulemoja nuk janë edhe të rastishme. Që kjo luftë Harbul Fijar, që ki konflikt mosmarrëveshje ka zgjatë 4 vjet. Andaj mundesh mi bë bashkë këto mendime. Me thonë që në fillim ka qenë 14 ose 15 vjeçar, pastaj ka fundi ose pas luftës ka qenë moshë tjetër. Mes fisit Kinane, tash fisi pasardhësve të Kinanës ose të fisit Kinane. Kinane kush është? Ka qenë stërgjyshi i 15 i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Kinane ibn Khuzaime. Apo e pasardhësit e këtina dhe aleatët që kanë qenë me një anë, me një tabor, dhe fisi Kajs Ailan, Hawazin edhe do tjerë kanë qenë me një anë tjetër. Ky konflikt ka ndodhur mes tyre dy palëve. Po çish bash masak, ka qenë janë prej mbretërve në Irak, në një qytet ose në një katon El Hira. Apo e ka pasur emrin Nu'man ibn al-Mundhir. Ki do tash ta dërgon një karavan për tregti tek Panairi Ukadh. Te tregu Ukadh që ka qenë njëne prej 3 tregjeve më të mëdha nga dishun arabik. Apo dhe ka qenë i pari prej këtyre 3, mundesh me quajtur tash lirisht Panaira, sepse nuk ka qenë vetë shitblerje, por janë të buat edhe njerëzit më intelektualët edhe poetët edhe kanë thurë poezi të ndryshme kështu më radhë. Domthonë nuk ka qenë vetë për shitblerje, por ka qenë edhe për diçka tjetër. Ka qenë si vend tubim. Çiki suki Ukadh ka ndodhur prej fillimi, prej ditës së parë të muajit Dhulqa'da, muajit parafundit të vitit, e deri në ditën e 20, domethënë 20 ditë ka zgjatur. Pastaj ka qenë një panairi tjetër, ka qenë me xhinne ose me xhenne, ka 2 versione. Domethënë ki ka ndodhur pastaj këto 10 ditë tjera të muajit Dhulqa'da. Dhe pastaj muaji Dhulhijja ka ndodhur një tjetër panair për tregti e për tjera që është quajtur Suk Dhil Majaz. Dhe kjo ka ndodhur 8 ditët e para të Dhulhijhes dhe pastaj pas këtij pazarit më vetëm se kanë filluar ritualet e haxhit. Tash pse po përmendin këto 3 panair ose tregje, pse? Se shemo kena me haxh gjatë sirës ndoshta, që si njëri pe sahabë ka thonë e kam taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Suk Dhil Majaz, duke i thirrë njerëzit dhe duke thonë ja ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. O njerëz thuni la ilaha illallah keni më shpëtu. Apo e cila kanë, domethënë që Suk Dhil Majaz ka në fillimin e Dhulhijhes. Domethënë ditët e para të Dhulhijhes. Andaj çati ka pa pejgamberi sa ka shfizuar rastin që janë mbledh njerëzit për në haxh për më bë davet atyre. Mi po thash që Nu'man ibn al-Mundhir do me dërgu një karavan për tregti. Mi po thash për me shku karavanin në tregti është dash me unis në muajin Ramazan ose Shawwal që nuk janë për muajve të shenjtë. Tamam? Edhe ka dash dikan me marr që ka me garantu që ka me mri në pazarin Dhul Majaz, në pazarin Ukadh. Edhe i ka pas 2 persona afër, njëri ka qenë prej fisit Kinane, e tjetri ka qenë prej fisit Kajsit, Hawazin. Apo njëri ka pas emrin Al-Barrad ibn Qais al-Kinani. Nga Kinane. Nësa një tjetër ka pas Urwa ibn Utba al-Rahal. Ky i pare, që Al-Barradi ibn Qaisi, ky ka qenë i përjashtuar prej fisit vet, se ka qenë një riket shumë, domethënë shumë njëri lig, edhe kanë përjashtuar fisit vet dhe janë distancuar prej tina. Andaj ki ka qenë jashtë dhe ka mri deri në Irak. Po mu taku me këtë Nu'man ibn al-Mundhir. E ki thot kush po më garanton, thot unë garantoj Kinanës sprek. Edhe pse thot unë s'kam mirë me ta, më thot ato nuk e ngusin karavanin ton. Sebeb meje. Ato kanë problem me mua, më jo me karavanin ton.
E ki pastaj çki Urve, ki tjetri, Urve ibn Utba, thot e kelbun khaliun yujiru laka, ka thonë a gjeteni qen të përjashtuar për me të garantuar për karavanin ta, duke pas përshëndetje për këtë Barradit. Kema këtë si lafë shumë, nuk e haram. Thot, ki Utbe ibn, që tjetri, Urve ibn Utbe, thot, unë ka me konë që ka me të garantua dhe s'ka me prejk asë qytetarë, asë katunar, dhe më thonë, asë në matë. Kur s'ka me ngusë karavanin ta. Ki Barradi e ban, thot, a ki me ban? Edhe pi kinanës, thot, pi fisitem, po, thot, s'ka s'guzon kur kush me prejk. Pi kitë njerëzve. Ku do që tjetojnë ata? A e thosë në takona. Dhe pastaj, kur niset karavane dhe ki tash si garantues ki Urve ibn Utbe, ki shkon e vran e mbyt këtë Urve ibn, se edhe ofendoj, apo? Shkon e mbyt Urven edhe ja vjedh, ja grabit këtë karavane dhe shkon në Khajber, në shefet, që ki Barradi. Vjen lajmi i këtive Kureshitëve, ju vjen lajmi duke qenë në pazarin e Ukadit. Edhe këto tash, do të mundi sa më shpejt me shku në Mekë. Sebeb që tash janë konflikt me Kajsin, se dikush për fisit këtyre ja ka mit dikan prej fisit atyre. Dhe nisën, po e merr vesh edhe kabilja e këtina tjetrit, të Vramit. Dhe nisën tash për konflikt me Kureshitët, mirë po, shkojnë to, hynë mre në haremit. E tash u shkel shenjtëria e kohës, mirë po jo me shkel shenjtërinë e vendit. Apo, edhe thanë kina mu taku pas një vitit në tregun Ukadit. Edhe kina mi qaru hesabet. Dhe pasaj më rënë një vitit përgatitën Kureshitët, po përgatitën edhe Hawazin ose këto Kajsajlan, dhe kur takon nuk ka ndodh kjo konflikti, që është konflikt që ka zgjatë her pas herë, domethënë deri në 4 vite. Po pse përmena këta? Pejgamberi alayhi salatu wasalam bashkë me Ebu Talibin doni ditë prej ditëve të këtij konfliktit, kësaj mosmarrëveshje, kësaj lufte, ka qenë pjesëmarrës. Është transmetuar se ka qenë pjesëmarrës, po ka qenë pjesëmarrës vetë se i ka ndihmuar xhallarët e tij, u ka përgatit ato shigjetat, ose u ka mbledh shigjetat. Do të thonë, çka kanë gjujt ato shigjetat, ki u ka mbledh dhe u ka dhënë atyre. Po përmendi është një detaj edhe po përfundoj. Është përmend që pejgamberi alayhis salam thotë u ka ndihmuar atyre xhallarëve të mi me çështjen e shigjetave, po kisha dashur mos kisha prezantuar këtë luftë. E thonë ulemaja që Allah subhanahu wa taala ka rujt pejgamberin alayhis salam që mos me kanë pjesëmarrës direkt në këtë luftë. Sepse ka luftë që kanë ndodhur mes çufarëve, apo edhe s'ka dashur me përzi pejgamberin e tij me diçka me një luftë që nuk ka qenë për mu ngrit fjalën e Allahut. Mi po disa tjepi ulema kanë thonë që jo, nëse domethënë është vërtetuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndihmuar xhallarët e tij me çështjen e shigjetave, kjo tregon që qoftë edhe simbolikisht ose në mënyrë tërthore, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pjesëmarrës këtë luftë. Ama ku është hikmeti? Ka disa hikmete, po për ne veç dy do ta përfundoj ligjëratën. E para për hikmeteve është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si i ri e mësoi gjuhën e pastër. Fitoi një fuqi trupore, apo shëndetësore. Apo e mësoi edhe që me kujdes për delet, që në kujdesin e deleve kishte shumë dobi që i përmend ligjëratën e kaluar, apo. Pastaj edhe mësoi edhe me bë tregti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash kamet diçka në përvojë që nuk e ka mësuar, që është çështja e luftës, apo. Andaj Allah azza wa jalla ka dashur që ai të jetë pjesëmarrës këtë luftë që ka zgjuar 4 vite që më marr përvojë, edhe këtë përvojë që i ka munguar. Po është edhe diçka tjetër. Arsyeja ose urtësi, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka marr pjesë këtë luftë, ka qenë për arsye se këtu tash Kureshitët nuk janë fajtor. Për arsye se kush ka qenë zanafilla e fajit, ç'ki Barradi. Po ki Barradi këto janë distancuar prej tina. Apo shakina fajna si fis. Po tash e kanë pas arabët që ashtu që e ke kush do që për këtij fiset e kanë nguzdi kanë për fiset, kanë hinë këtë fiset në luftë. E tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po shkon mi dal ndim dikujt, e që këtë rast ka qenë fisi i tij, por arsye se këto s'kanë qenë agresorë, nuk kanë qenë fajtorë. Po këto kanë qenë të sulmuar, nuk kanë qenë këto të cilët kanë sulmuar. Andaj të dalë se pejgamberi alayhis salam ka qenë për atyre që kanë pas virtyte dhe ka dalë në krah edhe para pejgamberit, dikujt që është bon pa drejtësi ose dikujt që ka qenë në të drejtë. Ka edhe disa pjesë të sirrës, po inshallah do të vazhdojmë këto ligjëratën tjetër, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na ringjallë me këtë burr të madh, xhennetin firdaus, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.